Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës Rishtazi. Sot do të sjellim një bisedë me një profesor universitar me të cilin shpresojmë që do të shpjegojmë atë që është në vëmendje të opinionit këtu në Maqedoninë e Veriut, ligji për përfaqësimin e drejtë. Por çfarë do të diskutojmë me profesorin e nderuar Argëtim Saliu? Në fakt do të bëjmë një historik të asaj se si funksiononte balancuesi i famshëm, pse u hoq dhe çfarë reperkusione ligjore solli heqja e tij nga gjykata kushtetuese dhe çfarë nënkupton ligji i ri. Në opinion, nëse nisemi nga deklaratat politike, çështja presupozohet ose prezantohet si ligji për përfaqësimin e drejtë si një arritje historike për shqiptarët nga njëra anë dhe nga ana tjetër, siç thuhet, është një tradhti sepse dëmton ose do të dëmtojë përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve. Por përveç kësaja, çfarë duhet bërë nëse ligjet që sillen janë kaq drastike? Kam nderin që në studio të kem, siç thash, Argëtim Saliu, profesor universitar. Faleminderit që je pjesë e këtij podcasti. Faleminderit edhe juve për ftesën. Dhe më vjen mirë që do të bëjmë një bisedë, kam përshtypje të munguar për opinionin, për të shpjeguar qetë dhe pa emocione se çfarë ishte, çfarë është dhe si do të shkojë përfaqësimi i drejtë për shqiptarët. Por para se të fillojmë, dua ti ta bësh prezantimin e vetes. Çfarë profesori je? Unë jam ligjërues i lëndëve administrative në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror Nën Tereza në Shkup. Jam që nga themelimi pjesë e këtij universiteti dhe kam të mbaruara 3 cikle studimore për fushën e administrimit publik në deri diplomik në fushën e përgjithshme të administrimit publik, në master në administratë publike krahasuese, që kam bërë një master në krahasim mes shërbimeve administrative mes Maqedonisë dhe në Oslo të Norvegjisë, ku kam qëndruar për 1 muaj në ulëmtim, dhe studimet e doktoratës që i kam mbaruar në Fakultetin Juridik Justiniani i parë në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi, po ashtu në administratë publike krahasuese. Tani, jo rastësisht ta bëra këtë, se normalisht unë i prezantoj të ftuarit, po dua ti tregojmë opinionin se kë ke pas profesor këtu në Shkup, kush janë profesorët e tu tek të cilit e ke mbrojt doktoraturën? Faleminderit. Para se të kaloj te doktoratura, unë kam pas nderin, fatin dhe mundësinë që të jem studenti të madhit akademiku të ndjerë Stat Stavileci, profesor Bajram Pollozhanit, si 2 duajenet e shkencave administrative në Universitetet Shqip-Folese në vendin tonë dhe në rajon, ndërsa në studimet e ciklet e 3 të doktoratës, kam pasur elitën akademike dhe politiko-intelektuale të bashkëqytetarëve të Maqedonisë, duke filluar që nga akademik Svetomir Shkarić, gjykatësia kushtetuese, mentorja ime, profesoresha Ana Pavlovska-Danjeva, ko-mentori im, apo zëvendës mentori, ish dekani i Fakultetit Juridik, profesor Dr. Boše Davidkovski, mandej edhe vetë presidentja profesoresha Siljanovska-Davkova. Pra njerëzit të cilët kanë impakt politik dhe vendime dhe qëndrimet e të cilëve, në fakt ne shpesh edhe i diskutojmë nga aspekti politik. Pra profesorët e nderuar të këtij vendi, ti ke dhënë aty provimet dhe ke kryer doktoraturën. Dua ta theksoj këtë për t'i dhënë opinionit një përshtypje, sepse biseda dua të jetë profesioniste dhe me një karakter apo të ftohtë të asaj se çfarë nënkupton gjithë kjo situatë ku politika, siç thash edhe në çelje, nga një anë e shikon si superlative, nga ana tjetër si një dështim total. Argëtim Saliu, profesor, çfarë është ligji për balancuesin? Ose a ka pas një ligj për balancuesin? Ne si opinion gjithë e themi balancuesi, por çfarë nënkuptonte ligji për balancuesin? Pse institucionet ishin të detyruara kur u miratua ky mekanizëm që patjetër ta respektojnë gjatë punësimeve në administratë? Fillimisht fillojmë të zbërthejmë 2 nocione të cilat janë bazike për ne dhe për opinionin. Parashtrohet pyetja çfarë është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat si nocion juridiko-administrativ është përfaqësimi i etniteteve, jo shumicë, në organet e administratës publike dhe shtetërore. Kur lindi përfaqësimi i drejtë dhe adekuat? Lindi pas konfliktit, luftës së vitit 2001, si rezultat erdhi si pjesë e marrëveshjes së Ohrit dhe më pastaj si pjesë e marrëveshjes së Ohrit u inkorporua në amandamentin 5 në
Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili amandament pastaj u fut si pjesë përbërëse në nenin 8.2 e Kushtetutës Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pra është kategori kushtetuese. Dhe në qoftë se një problematik e tillë, që është kategori e një akti juridiko-politik më të lartë në vend, siç është kushtetuta, nuk hapet debat paraprakish për sjelljen e një norme të re, siç është propozim ligji për përfaqësim drejt dhe adekat, ne mund të themi se ne seriozisht e kemi kuptuar gabimisht nocionin e një shteti demokratik, i cili duhet të jetë i hapur dhe transparent për opinionin, për publikun, për shoqërinë civile dhe për ekspertët, të cilët do të japin kontribut në drejtim të një zgjidhje sa më të mirë për këtë çështje. Po, pra, nëse e shohim historikisht, shqiptarët nuk ishin pjesë e administratës, me vite të tëra, pas vitit 2001, për shkak të zhvillimeve politike dhe marrëveshjes së Ohrit, u krijua një mekanizëm ligjor, i cili është dhe në kushtetut, i cili pra do të duhet të parashikonte përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve dhe komuniteteve tjera në administratë. Dhe tash e shpjegova parimin e parë, përfaqësimi i drejtë adekuat. Parimi i dytë. Çfarë është balancuesi? Balancuesi është teknik, mekanizëm tekniko-administrativ, që në vete ngërthen një formulë nga numri i përgjithshëm i popullsisë, të marrura zyrtarisht raport nga enti shtetëror për statistik, të inkorporuara në këtë balancues dhe çdo ministri sjell numrin e të punonjësve brenda ministrisë së saj. Dhe ajo përpjestohet me numrin e të punësuarve brenda nga gjitha nacionalitetet. Dhe ky balancues ishte mekanizëm tekniko-administrativ dhe softverik, ku në bazë të ligjit të vitit 2014, norma kushtetuese neni 8.2, domethënë për përfaqësimin e drejtë adekuat, hyri dhe u bë fuqi ligjore me sjelljen e ligjit për punësuarit në sektorin publik. Në nenin 5, në pikën 2, që ta sqarojmë, se ti e di shumë mirë në detaje, profesor. Pra, u soll kushtetuta dhe në 2014 u soll një ligj për punësimet për të punësuarit sektorin publik. Që është një ligj i gjithë përfshirshëm për sektorin publik. Se në Maqedoni ne kemi 2 ligje për të punësuarit sektorin publik. Ligji për punonjësit sektorin publik, që është një ligj më gjithë përfshirës, dhe ligji për të punësuar, ligji për nënpunës administrativ, që në vetë i ngërthen vetëm institucionet klasike administrative shtetërore, siç është presidenca, qeveria, ministrit, komunat dhe organet në përbërje të ministrit. Ja ti kthehemi një hap për mbrapa për ligjin që është gjithë përfshirës. Dhe në këtë kuadër të këtij ligji, gjithë përfshirës, siç e thoni ju, ekzistonte mekanizmi i cili detyronte apo jo institucionet që gjatë punësimeve të fillojnë të marrin parasysh edhe përfaqësimin e drejtë. Pra, të fillojnë të marrin parasysh sa shqiptar, sa maqedona, sa rom, sa bosnjak punësojnë në për institucione që gjithë qytetarët e këtij vendi të ndihen të përfaqësuar në institucione. Apo jo? Po, dhe kështu të krijohet mirëbesimi ndaj shtetit, institucioneve dhe të administratës. Rikujtojmë se para vitit 2001 shqiptarët ishin të përfaqësuar sipas 2 raporteve. Gjithnjëse në Maqedoni gjithmonë krijohet dilema dhe konfuzioni në mes të administratës publike dhe administratës klasike shtetërore, se na gjithmonë i kemi ndarë këto 2 kategori të nënpunësve. Në një raport thuhet se përfaqësimi i shqiptarëve në administratën klasike ka qenë më pak se 1%, thuhet 0.8%, ndërsa në një raport tjetër thuhet se ka qenë dikon 1.8%. Do thotë gjithsej as 2% përfaqësimi i shqiptarëve. Dhe pas marrëveshjes së Ohrit erdhi tek rritja e përfaqësimit të drejtë dhe adekat, dhe kështu do thotë filloi me krijimin e mirëbesimit të shqiptarëve ndaj institucioneve të sistemit shtetëror. Dhe ta sqarojmë tani ligjin. Në 2014 u miratua ky ligji si pasojë e kushtetutës. Dhe ky ligj që është për administratën, siç e thatë edhe ju më gjerë, pra detyronte institucione të marrin parasysh edhe përqindjen e përfaqësuesve shqiptar. Me një sistem që ju e thatë, balancues që është edhe softverik edhe mekanizëm. Hajde ta sqarojmë si funksiononte. Po. Por para ta sqarojmë se si ka funksionuar kjo, të rikujtojmë opinionin se edhe para vitit 2014 janë bërë punësime. Dhe punësimet në administratë përfaqësive, domethënë të etniteteve jo shumicë, kryesisht shqiptarë, janë bërë në 3 forma të ndryshme. Fillimisht pas vitit 2001, konkurset për punësim i shpallte Sekretariati Gjeneral i Qeverisë. Më pastaj u themelua sekretariati në kuadër qeverisë, u themelua sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, i cili sekretariat i shpallte konkurset në bashkëpunim dhe koordinim, siç dihet, me Agjencionin për Administratë. Dhe kur
Në vitin 2014, me plotësim ndryshimet e ligjit për të punësuar sektorin publik, o kryua kjo metodologjia e re që në vete ngërthen balancuesim si mekanizëm për punësim dhe për ndjekjet e përfaqësimit drejt dhe adekuat. Çfarë është Hajde ta sqarojmë si funksiononte, sepse në opinion përmendet, megjithatë në detaje, ndoshta njerëzit dhe publiku nuk e dinë si funksiononte. Si funksiononte? Nëse një institucion duhej të punësoj njerëz, çfarë mekanizmash përdoreshin? Në bazë të ligjit për punësuarit sektorin publik, neni 5.3. Institucionet shtetërore janë të obliguara në bazë të metodologjisë që buron nga neni 5.3 ligjit për punësuar sektorin publik. Të gjitha institucionet publiko-shtetërore duhet që të sjellin planifikim vjetor për punësime brenda institucionit, duke ndjekur përfaqësimin e drejtë dhe adekuat brenda institucioneve dhe 2 herë brenda vitit janë të obliguara që të sjellin raporte vjetore drejtuar Ministrisë së Administratës se si është realizuar përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Metodologjia e parë e sjellur është në vitin 2016, 2 vite pas sjelljes së ligjit për punësuarit sektorin publik. Dhe metodologjinë e parë do thotë është sjellur në propozim të Ministrit të Administratës Publike dhe Shoqërisë Informatike dhe zëvendës kryeministit i cili është përgjegjës për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Dhe ky mekanizëm funksionoi. Mirë po, si funksiononte? Ja ta sqarojmë, si funksiononte? Funksiononte si një metodë ministri, soforike. Këtu ta sqaroj. Një ministri bënte një plan dhe thoshte, unë dua të punësoj 100 veta. Fjala vjen, ta thjeshtëzoj me numra. Dhe e çonte këtë e dërgonte planin vjetor për pëlqim në Ministrinë për Administratë. Si funksiononte nga aspekti softverik që thonin? Aty kishin të dhe institucioni, Ministria e Administratës kishte të dhëna për numrin e të punësuarve brenda atij institucioni që dërgon apo kërkon pëlqim nga Ministria për Administratë. Ministria për Administratë e ndjekte në bazë të kolonave sa shqiptar, sa Maqedonas, Turq, Rom, Bosnjak dhe gjithë etnitetet e tjera janë të përfaqësuara në atë ministri duke marrë përballë numrin e përgjithshëm të popullatës të regjistruar në regjistrin e fundit, do të thënë duke marrë të dhënat nga enti shtetëror për statistikë dhe duke marrë përballë numrin e të punësuarve brenda atij institucioni. Dhe ishte mekanizëm softverik që nuk i lejonte klikim për më tutje. Dhe prandaj fatkeqësisht erdhi deri tek keqpërdorimi i këtij. Do kalojmë edhe te ajo pjesë. Pra institucioni e çonte planin, administratorët në ministri i vinin të dhënat dhe në bazë të dhënave edhe që ekzistonin, dilte dokument ose dilte një kalkulim. Në ministri mungojnë vetëm 2 shqiptar, mungojnë një rom, një turk, një bosnjak. Pra ishte një lloj kufizoheshte vullneti politik i ministrave që punson vetëm etnitetin e tij prej nga vjen ministri ose drejtori ose kryetari i komunës. Pra gati ishte shumë teknike dhe kompjuterike. Ministritë e çonin të dhënat në kalkulatori bonte të vetë. Kalkulatori pra e bonte në Excel pas një gabim, marrja e gabimit ishte dhe kjo ishte mënyra. Kjo ishte ajo që quhej balancues. Dhe do dalim pastaj te abuzimi se sigurisht ajo është një nga arsyet që u politizua. Por a kishin mundësi politikanët, ministrat që të ndërhynte ky sistem dhe të thonë që nuk duhet 2 shqiptar, po duhet 5 shqiptar, ose nuk duhet 2 Maqedonas, duhet 5 Maqedonas. Jo, këto nuk ishte mundësi. Pse nuk ishte mundësi? Aq ishte i sofistikuar ai sistemi? Metoda po, aq ishte. Është çështje numerike dhe Exceli e din që fare nuk gabon. Dhe aty në qoftë është shkuar në gabim, është shkuar me vetdije në keqpërdorim. Dhe normalisht administratorët nuk kanë mundur të se kanë shkelur. Por ligj për balancuesin pra ekzistonte, balancuesi ishte mekanizëm i cili dilte siç e sqaruam ne nga ligjet specifike. Ligj special. Nuk kishte për balancuesi, por ishte inkorporuar në ligjin për të punësuar sektorin publik në nenin 5.2 dhe 3. Ishte kategori ligjore. Nga kategori kushtetuese në aktin më të lartë juridiko-politik zbërthehet në një ligj për të punësuar sektorin publik, pastaj ky ligj zbërthehet në një akt tjetër nënligjor që quhet metodologjia. Dhe gjitha institucionet administratës publike dhe shtetërore janë të obliguar që ta respektojnë metodologjinë, ligjin dhe kushtetutën. Se normalisht është ashtu. Nëse nuk e respektojnë, nesër pas nesër mban përgjegjësi. Një element tjetër të ligjit është se a kishte gjoba ose a kishte dënime në qoftë se ministrit nuk i zbatoheshin
nuk e zbatonin metodologjin. Po, kishte gjoba në pjesën përfundimtare të ligjit edhe për udhëheqësin, personin politik të institucionit, por edhe për vetë ministrinë. Do thotë dy kategori të gjobave, për personin udhëheqës dhe për vetë institucion. Edhe kjo pak a shumë është përmend dhe nuk është përmendur, pra kush gjobitesht edhe njerë ta thomi direkt dhe sa ishin gjobat, çfarë pasojash juridike kishte ata që nuk i zbatonin këto mekanizma dhe këto rregullore. Gjobat ishin parapar dikun prej 3.000 deri 5.000 euro ishte maksimumi i gjobës. Gjobitesht e udhëheqësi institucionit dhe vetë personi juridik institucionit. Pra, si rjedhoj, ata që nëse nuk e zbatonin këtë ligje dhe këtë rregullore, këtë mekanizma, do të kishin pasoja juridike. Sigurisht, pastaj edhe në punë, ajo ju ndikonte në karrierë edhe këte. Pra, besoj që deri tani e sqaruam këtë. Tani, çfarë ndodhi, do të kalojmë te pjesa e abuzimit. Më intereson pjesa e situatës aktuale. Gjykata kushtetuese mori një vendim dhe hoqi kategorinë ose përdorimin e asaj shprehjes për fajsim të drejtë. Çfarë ndodhi dhe çfarë i ndodhi këtij ligji me këtë vendim të gjykatës kushtetuese? U polemizua shumë, jashtëzakonisht në masë të madhe, keqpërdorimi i disa punësimeve të cilat ndodhen në disa institucione në mbar vendin, edhe ato në nivel qendror dhe në nivel lokal, ku nëpërmjet disa akteve të nënshkruara, deklaratave të nënshkruara tek noteri, disa në punës deklaroheshin se i përkasin një etnie tjetër, që është parapar në konkursin për punësim ose për avansim. Dhe kjo u politizua aq shumë nga opinioni, nga media dhe kështu me radhë, dhe Komisioni për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit ngriti një lëndë pranë gjykatës së kushtetuese në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe më pastaj gjykata kushtetuese në tetor të vitit 2024 solli vendim për abrogim, respektivisht për shfuqizim të gjitha neneve në dy ligje, në ligjin për punësuar sektorin publik dhe në ligjin për në punës administrativ në të gjitha nenet ku përdoret termi, fjala, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat fshiheshin nga ligjet dhe me theks veçantë në këtë vendim të gjykatës kushtetuese, ja shifeni, i keni edhe në faqe dhe si vendim, me bold fshihet metodologjia që e parashikonte përfaqësimin e drejtë dhe adekuat me këtë formulë të cilën e shpjeguam paraprakisht. Dhe u krijua një handicap nga tetori vitit 2024 deri sot dhe kësaj dite. Askush nuk mban llogari dhe përgjegjësi se çfarë ndodh me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Kemi ndëgjuar nga krerët aktual politik se garant janë ata si persona fizik dhe nuk është një normë juridike siç është ligji ose balancuesi. Mos hym në interpretimet ende politike. Pra, në momentin kur u pretendua dhe me të drejtë, edhe unë kam raportuar si gazetar, edhe shumë të tjerë, që ky mekanizëm filloi të keq përdoret, sepse në qoftë se ai moment softverik, ajo procedurë, ajo metodologji, nxirrte në një institucion që duheshte të punësohen 5 Maqedonas, dilnin njerëz të cilin thonin që mund ta kishin emrin Nazim ose Argëtim, se këtu fillonte apo ajo dyshimi se ne dallohemi edhe nga emrat, ku të cilët thonin që unë jam Maqedonas për të punësuar në punë. Apo? Kjo çështje u bë politike. Arsyeja që këtë e bënin qytetarët është dëshmi se ata që i punësonin të tjerët nuk mund ta shkelnin këtë rregull, pra i vetmi shkelje që mund të bëj. Ishte një pa thyrë. Ashtu, e vetma shkelje që mund të bëj është që vetë qytetarët e vetë deklaroheshin se janë një komsi tjetër. Mirë, po kjo doli jashtë normales dhe e solli atë momenti politik. Këtu dua të bëj një pyetje ende nga aspekti teknik. Në përvojën tënde, si profesor dhe si studiues, a ka ndodhur deri më sot që për shkak të shkeljes së një ligji të zhduket ligji? Jo. Gjithmonë ka hapësirë për të përmirësuar ligji dhe çdo normë juridike. Nëse ka pasur keqpërdorime ndaj balancuesit si mjet softverik, tekniko-administrativ, organet e drejtësisë, prokuroria dhe drejtësia duheshin të merreshin me ato rast dhe jo me këtë mekanizëm.
dhe jo të shfuqizohet një mekanizëm nga gjykata kushtetuese, të shfrytëzohet nga momenti, nga situata politike e rënduar, shfuqizohet një mekanizëm që sjell, që është produkt i marrëveshjes së orë. Dhe keni parasysh, përfaqësimi i drejtë adukat ndoshta në terminologji është një thënie e lehtë, por këtu mund të lindin apo të krijohen acarime të reja ndëretnike, sepse për këtë kishte edhe konflikt armatosur në vitin 2001. Dhe prandaj, për këto 2 vite, ne ende nuk kemi llogari dhe përgjegjësi se çfarë ndodh me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Për këtë u jap si dëshmi, sepse në bazë të ligjit për avokatin e popullit, neni 29, avokati i popullit në Republikën e Maqedonisë së Veriut është obligues tash në neni 29 të atij ligji që të ndjek përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Dhe nga viti 2024 ne kemi raportin e fundit vetëm për vitin 2024 dhe nuk kemi për vitin 2025-26. Sepse s'kan si ta ndjekë. Sepse nuk ka si ta ndjekë se institucionet nuk i përgjigjen kërkesës së institucionit avokati i popullit për t'i dërguar informacione të dhëna mbi përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në çdo institucion. Dhe këtu është krijuar i handicapi. Dhe gepi i lën një zbrastir juridik. Dhe tani çfarë ndodh? Propozohet një propozim ligj i ri për përfaqësim drejt dhe adekuat që nga një vit e gjysmë apo 200 nga fillet e para të formimit të qeverisë së re, dhe ky propozim ligj pa u diskutuar fare në opinionin publik, brenda shtetit, ku do të zbatohet, ku do të implementohet, dërgohet në Komisionin e Venecias. Prit ta lëm prani pak edhe këtë pjesë për ta diskutuar më vonë. Në këtë moment, ne kemi një situatë që sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, ku është dhe një nga profesorët e tua, pra u shkryua një zhbrasti në mënyrën se si bëhet përfaqësimi i drejtë. Dhe punësime deri më tani janë bërë me vendime politike, apo? Partitë politike kanë marrë barrën mbi kuris vetë, duke thënë që ne jemi ata që garantojmë përfaqësim të drejtë. A mendon që duke marrë përvojën edhe nga e kaluar që kjo lloj mënyre e punësimit garanton realisht përfaqësim të drejtë? A është më mirë të ishte balancuesi apo u bë mirë që u hoq balancuesi? Në shekullin e 21, aty ku nuk vlen normat juridike, të vlej vetëm një fjalë ose një besë dhënë për shtetet demokratike është e pakuptimtë. Duhet të vlen rregullat dhe normat ligjore. Unë jam i tharë që të ketë norma dhe rregulla ligjore. Të ekzistonte dhe të ishte në fuqi edhe balancuesi, por në të njëjtën kohë të hapeshte debat për një ligj i cili për hir të së vërtetës dhe për hir të asaj që në aspekt profesional kam dalë për të thënë qëndrimet dhe mendimet e mia. Kuptohet që ligji në aspektin formal e juridik është një normë më e lartë se balancuesi. Por ama kur, atëherë kur ligji është përmbajtësor. Ndërsa balancuesi në këtë rast ndodh një diskrepancë, një handicap shumë i madh. Në Maqedoni ndodh që një balancues, një mekanizëm ketë fuqi më të lartë sa një propozim ligj. Dhe këtë askush nuk po e kupton dhe nuk po e thot. Se me balancues kishte një sofer që nuk lejonte ta keq përdorësh, ndërsa këtu tani ke një propozim ligj i cili mund ta diskutojmë më pastaj, që është vetëm deklarativ. Dhe dua të mbetem te shkelësit e ligjit. Pra, ne kreti kemi vërtetuar që ky mekanizëm disa herë shkelej, po a shkelur aq shumë sa realisht duhet shfuqizohej nga gjykata kushtetuese dhe a keni raste që janë paditur ata që e kanë shkelur? Rastet kanë qenë të vogla për nga numri dhe informacionet tona flasin që janë në raste shumë të vogla për t'i numëruar brenda një dore, do thotë të cilat janë ngritur pa di ndaj tyre, edhe të cilat janë ende në proces gjyqësor, sepse në fund të fundit edhe në aspektin profesional. Por numri sipas jush i shkelësve nuk mund t'ja mohojsh një qytetari të deklarohet me përkatësinë e tij. Po, atë e di. Megjithatë, nëse është vërtetuar që dikush e ka shkelur, shkelësit aq sa janë, edhe qoftë nga aspekti etik, a mendoni ju që e kanë dëmtuar aq shumë këtë mekanizëm? Jo, nuk është dëmtuar aq shumë ky mekanizëm. Po nuk është i dëmtuar vetëm ky mekanizëm, jo shihni se çfarë ndodhi me ligjin për përdorimin e xhuvëve, me inspektoratin. Po. Tani nuk është rasti i parë për cilën do të mahnitej opinioni publik në Maqedoni. Okej.
Pas 2 vjetëve, se dua ta marrim proces si rodhin situata dhe do t'ju bëj dhe ato pyetje të tjera në fund. Pas kësaj situate, pra pas një ligji që ekzistonte, një mekanizëm që ishte një lloj softveri, të cilin nuk mund ta thyeni për shkak se kur e jepte përgjigjen softverit dhe thoshte që janë kaq shqiptar, kaq maqedonas që duhet të punësohen. Presioni politik e bënte, tani dua të dalte kjo pjesa, ose garancat që partitë politike merrnin për punësime me çdo kusht, i detyronte njerëzit që të ndryshojnë etnin, sepse kishin ata njerëz një lloj garante që do punësohen, për ta thjeshtëzuar. Në qoftë se një shqiptar e kishte garancë se do të punësohej, ndërkohë që ai software nuk nxirrte aty që duhet të punësohet shqiptar, e vetmja mënyrë se si të punësohej ai ishte nëse e ndryshonte etnin, apo. Dhe do thoshte ishte maqedon, turk, bosnjak, sido që dilte, dhe këtë gjë e lejonin të gjithë. Sa përgjegjësi politike duhet të mbajnë pikërisht subjektet politike, që megjithatë e kanë lejuar heshturazi këtë shkelje. Shkelja e balancuesit është bërë në 4 anët e Maqedonisë. Kujtojmë se edhe në komunat për shembull të Maqedonisë Veriperindimore, për atyre jug lindor, do thotë balancuesi nuk lejonte, do thotë punësimi jashtë asaj që është paraparë në balancues. Dhe shkelja është bërë në 4 anët e Maqedonisë. Dhe këtu duhet të mbaheshin përgjegjës edhe funksionerët politik, por edhe do të thotë edhe sistemi juridik i vendit, do të thotë gjykata dhe prokuroria. Por jo që të fuqizohet një mekanizëm i tillë. Ja edhe një pyetje këtu, a u bë absurde ky momenti në çfarë kuptimi? Tani roboti na cakton neve me të drejtë, sepse është një robot, një kompjuter atje, apo i cili thotë kaq shqiptar, kaq maqedon. Mirë, po në realitet duhet të ketë ndoshta ndonjëherë një lloj fleksibiliteti për hir të profesionalizmit, për hir të realitetit, për hir të mungesës të ndonjë specifike që një kandidat e ka. A u bëm ne viktim të atij softverit? Goditja e dytë që erdhi ndaj kësaj metodologjie dhe balancuesit ishte pikërisht pjesa e gjoja se mungon kriteri meritokracisë në punësimet me përfaqësim drejt dhe adekat, gjë që nuk është e vërtetë. Sepse nëse e lexon metodologjinë, dhe unë para vetes kam 2 metodologjitë, edhe të vitit 2016, edhe të vitit 2024. Asku nuk cenohet parimi meritokracisë. Çfarë nuk kupton parimi meritokracisë? Që kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të parapara në ligj dhe në rregullorat e brendshme për organizim dhe sistematizim të çdo institucioni, ato nuk cenohen, por thjesht përpasi jepet etnitetit i cili nuk është i përfaqësuar në numrin e duhur brenda atij institucioni. Po mirë, nëse ai përfaqësues etnik ose për ta thënë më thjesht, nëse një shqiptar nuk i ka plotësuar kushtet, a patjetër duhet të punësohet shqiptar aty, nuk mund të punësohesh te i dyti që ishte maqedonas? Jo, atëherë do thotë konkursi shfuqizoheshte dhe hapeshte, do thotë tentoi të hapë një konkurs i dytë dhe me reorganizimet e brendshme brenda institucionit. A është këtu pikërisht kjo ajo mungesa e fleksibilitetit? Se mund të ishte edhe e kundërta, për shembull mund të ishte një maqedonas, tani flasim për ata që e kanë propozuar ligjin, se ti flet ashtu siç ishte ligji, por këtu ndoshta u krijua keq kuptimi sepse nëse realisht nuk kishte një maqedonas me kriteret e duhura, pse mos punësohesh te një shqiptar që i plotësonte kriteret? Po prandaj do thotë edhe para disa viteve në metodologji në mendimin e Ministrisë së Administratës në strategjinë për reforma, e cila buronte nga Ministria e Administratës Publike, do thotë u publikua strategjia për reforma 2020-2030, strategji 7 apo 10 vjeçare, mos më kapni për fjalë, u publikua një mendim të cilat ministrat po të ndan pëlqim që të fillohet mendohet diçka përtej balancuesit. Një mekanizëm. Që të tejkalohet ky ngërç. Të tejkalohet ky ngërç dhe ky polemizim që u bë në atë periudhë kohore. Dhe të fillohet mendohet për një mekanizëm të ri i cili do të rregullon këtë çështje përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. A është ky dokumenti i cili përmendet shpesh që ministra shqiptar kanë dhënë pëlqim për të ndryshuar mekanizmi i balancuesit? Ai është dokument i strategjisë për reforma që e ka hartuar Ministria për Administratë Publike. Domethënë nuk është dokument i cili juridikisht prodhon pasojë, është vetëm
mendim këshillëdhënës brenda strategjisë për reforma në administratë. Po është dhe një mendim i tillë, se si duhet të rregullohet për në të ardhmen, sepse ishin pikërisht që të tejkalojë ky ngërç i cili jemi real, në qoftë se në një institucion duhet një inxhinier dhe ai inxhinieri nuk ekziston tek maqedonasit, pse mos punsohesh te një inxhinier shqiptar? Kjo është ideja ta thjeshtëzuar. Edhe e kundërta. Edhe e kundërta, po e them për ta thjeshtëzuar dhe përderisa ishte aq strikt balancuesi, pra kërkoheshte një lloj fleksibiliteti. Megjithatë, gjykata kushtetuese që t'i kthehemi çështjes e hodhi komplet këtë sistem. Ky pëlqim që e dhan këto ministrat nuk kaloi në një avancim të këtij balancuesioni, të një gjendje të një zgjidhje, po. Dhe ne sot për 2 vjet punësimet janë bërë pa një lloj mekanizmi, siç thatë dhe ju, edhe avokati i popullit ka vështirësi të ja përgjigje nëse është respektuar ose jo. Tani t'i kthehemi ligjit që është propozim ligjit aktual. T'i kthehemi domethënë edhe metodologjisë së dytë. Pra tham që ka metodologjia e parë është publikuar në vitin 2016. Metodologjia e dytë 2024 është publikuar në nëntor 2024 pas fuqizimit të këtyre neneve nga gjykata kushtetuese, e cila solli vendim në tetor të vitit 2024 dhe më njëherë Ministria e Administratës Publike në bashkëpunim të cekët edhe në ligj, në nenin 5.3 të ligjit për të punësuar sektorin publik, cilët metodologji e re dhe sjell Ministri i Administratës Publike dhe Ministri për marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Por çfarë dallon nga kjo metodologji, nga metodologjia e parë e vitit 2016? Se këtu thotë bëhet njëjtë planifikimi i punësimeve për vitin e ardhshëm, bëhet raporti i punësimit 2 herë brenda vitit, por nuk ceket përfaqësimi i drejtë dhe adekuat në metodologji dhe hudhet poshtë balancuesi për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese. Dhe këtu nga dhjetori 2024 deri më sot është handikepi i periudhës kohore që nuk kemi një mekanizëm që e ndjek përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Okej. Tani këtë situatë e sqaruam. Kishte një lloj mekanizmi, pak u abuzua, etj. Ishte ngërç, ishte shumë i ngurtë, ku di unë, u krijua një moment politik se punsoheshin njerëzit pa merit, punsoheshin më shumë shqiptar, më shumë maqedonas, ndryshonin etnin, etj. Gjykata kushtetuese, siç e sqaruat juve. Tani kemi një propozim ligj të ri. Problemin që unë kam si qytetar është se edhe qasja ndaj këtij ligji është, siç thash dhe në fillim, ose duhet të hidhet poshtë komplet, ose është superlativ. Sipas teje, si ekspert dhe student i gjithë atyre profesorëve, si e shikon propozim ligjin e sotëm? Që është ende në procedurë, pra është ende propozim ligj. Qëndrimet e mia apo varrëtet e mia i dhash edhe javën e kaluar nëpërmjet një statusi të publikuar në rrjetet sociale. Kemi pritur më shumë nga ky propozim ligj. Ka qenë i paqartë fakti se në shekullin 21, në vitin 2026, të propozohet një propozim ligj i tillë të qëndron i mbyllur për opinionin, këtë nuk mund ta kuptoj. Aq më tepër kur flitën emrat e disa ekspertëve të cilët kanë qenë hartues të këtij ligji, por që publikisht nuk bën do thot nuk bën publike për opinionin publik, por vetëm se ashtu e kemi të dëgjuar. Dhe askush nuk e merr përgjegjësinë të thotë që po unë kam qenë pjesë e kësaj, ndërsa në para një periudhe kohore kemi një koleg, një profesor universitar, profesor Mersin Maksuti, i cili publikisht u tërhoq nga grupi punues për hartimin e këtij propozimi ligji, i cili për hir të së vërtetës, prapë them, se mbaj përgjegjësi profesionale. Në aspektin formal juridik, ligji ka fuqi juridike dhe politike. Por cili ligj, ai i cili është përmbajtësor, ai i cili ka arsyeshmëri, ka dispozitivin, ka institucionin e cili e përcjell dhe implementon dhe 4 ka masat ndëshkuese. Të cilat ky propozim ligj nuk ka as institucionin dhe as masat ndëshkuese. Dhe lirshëm mund të themi që aktualisht siç është i propozuar, është më shumë një ligj deklarativ që e sensibilizon opinionin publik, por aspekti i implementimit institucional me mekanizma institucional dhe gjobitës nuk ka në këtë ligj. Okay. Hajde ta bëjmë një herë kështu pyetjen. Nëse ligji Safe City, që është shumë i famshëm kohëve të fundit, nuk do t'i kishte mekanizmat gjobitës, si do të dukej?
Nëse bëjmë një paralele me këtë ligjin. Do dukej se në fazën e parë fillestare, test periudha kohore, merrnim porosi, por nuk e çanim kokën, që jemi xhobit, apo ishte ajo masa e lehtë. Por tani ndryshoi gjithçka. Tani çdo qytetar, çdo ngasës i veturës dhe mjetit ngasës është shumë më i kujdesshëm në komunikacion. Pra ky propozim ligji ju thoni për hir të gjobave, nëse mund të themi për hir. Ju keni frikë që ky propozim ligj nuk do të miratojë se s'ka asnjë mekanizëm dëshkues. Dhe më lejo që ta argumentoj pse është i tillë. Në nenin 9 të këtij propozim ligji krijohet trup koordinativ notel. I nderuar Nazim, në bazë të ligjit për punësuar sektorin publik, në bazë të metodologjisë, në bazë të ligjit për në punës administrativ, ne kishim ligji i obligon të Ministrinë e Administratës Publike, Ministrinë për Sistem Politik dhe institucionin Avokat i Popullit si institucion i pavarur i themeluar nga parlamenti që nuk buron nga ekzekutivi për të ndjekur përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Dhe tani me këtë propozim ligj, 3 këto institucione bien dhe formohet një trup koordinativ. Dhe ma thuaj ku është pesha politike dhe juridike. Te këto 3 institucione politike, ekzekutive që marrin pjesë anë qeveritare, një avokat i popullit, një institucion i pavarur i themeluar nga parlamenti, i cili çdo kohë mund prezanton raportet e tij në opinion dhe në kuvent, apo një trup koordinativ. Dhe ky trup koordinativ i paraparë në nenin 9 të këtij propozim ligji ka për obligim që të ndjek dhe të vlerësoj përfaqësimin e drejtë, të propozoj masa dhe në fund të vitit të raporton para qeverisë, respektivisht kryeministit. Është paraparë që me këtë trup koordinativ të udhëheq njëri nga zëvendës kryeministrat e qeverisë dhe tash imagjino, zëvendës kryeministit i qeverisë i raporton qeverisë, respektivisht kryeministrit. Cila është fuqia juridike dhe politike? Atëre, për ta diskutuar ftohtë dhe pa ndikime politike. Nëse e krahason këtë ligj me ligjin që ekzistonte, balancuesin që e shpjeguam, me gjithë mangësitë që i kishte, cili aspekt juridik ose cila normë juridike ose cila kornizë juridike garantonte përfaqësim më të mirë të drejtë? Padyshim balancuesi. Pjesa e parë, balancuesi, metodologjia e parë. Dhe ja ku e kanë mundësinë këtë metodologji të balancuesit në ta inkorporoj në këtë propozim ligj. Këtu doja të dilja. Dhe le të zgjidhen ato probleme, le të jetë më fleksibil në situata dhe problemet të cilat ndodhin me keqpërdorimin e balancuesit. Pra, ja për ta përshkruar nga aspekti përsëri me ligjin Safe City. Nëse e njëjta logjik përdoreshte te ligji Safe City apo atëre nuk do kishte gjoba, në fund të vitit çfarë do të bënte ministri? Ministria për punë brendshme vetëm do të jepte raporte se janë bërë kaq gjoba, kaq kanë kaluar në semafor të kuq, kaq qytetarë është dërguar një porosi, të jenë në të vëmendshëm, të ndjekën rregullat e komunikacionit e të. Dhe asnjë institucion nuk do kishte asnjë reperkusion pse nuk e ka sjell këtë ligj. Të jemi produktiv. Projekt ligji do të hyjë në parlament dhe do të diskutohet. Pyetja ime është si ekspert, çfarë duhet të bëjnë deputetët për ta përmirësuar këtë projekt ligj? Realisht, para se të vijë deri në seancë parlamentarën ka menduar që procesi do të jetë më i hapur. Do të jenë të involvuar shumë aktorë të shoqërisë. Përfshirë shoqërinë civile, ekspertët, mediat, shtetet tona mike, përfaqësitë tona diplomatike. Sepse shiheni, i nderuar Nazim, Maqedonia është një shtet sui generis për disa arsye. Është i vetmi shtet në botë ku qytetarët e tij i krahason me përqindje numerike në aktin më të lartë në kushtetutë. Nëse je 20% të takon kjo e drejtë, nëse nuk je është pjesë e kategorisë elitare. Domethënë, edhe kjo duhet të shikohet në të ardhmen. Dhe një propozim ligj i tillë që rregullon një sferë kaq problematike që erdhi si pasojë e një lufte vitin 2001, do të ketë një qasje krejt më ndryshe, më të hapur, të diskutonim, të bashkëbisedonim. Por nuk mjaftoi vetëm me këtë propozim ligj, ju shihni se çfarë ndodh edhe me propozim ligjin e arsimit të lartë. Thotë, ai mendësia dhe vullneti autoritativ, për më të thënë totalitar se ne propozojmë
nuk ka rrugë tjetër nëse nuk kalon, nuk ka zgjidhje tjetër. Mendoj se tani te deputetët, rradha apo topi bie tek deputetët, të cilët të intervenojnë me amendamente që ky ligj të fuqizohet me mekanizma zbatues. Sepse këtu doja ta citoj edhe profesorin tim të ndjer akademik Esas Tavilesin, i cili thoshte se në shtetet e Ballkanit Perëndimor janë dy problematika të cilat fillojnë me shkronjën i implementimi, i interpretimi. Dhe me lot ta zbërthej. Si e implementojmë ne, shqiptarët, ligjin për përdorimin e gjuhëve, si implementojmë pala tjetër. Argument. Argumenti i dytë, interpretimi. Si interpretojmë ne, nenin 7 të kushtetutës, nenin 5 të kushtetutës, do thot nenin 7 të kushtetutës për zbatimin e gjuhës, dhe si interpretojmë pala tjetër. Dhe me qenë se Maqedonia është shtet multietnik, dhe këto janë probleme të theksuar të cilat na kanë sjellë edhe në konflikt. Këtu duhet me qenë më të vëmendshëm. Këtu duhet me qenë më të hapur për opinion dhe të thirrim, domethënë mendje dhe ekspert nga brenda dhe nga jashtë që njëherë për gjithmonë të rregullohet me ligj, sepse përndryshe si i tillë është vetëm deklarativ dhe kam dyshimet e mia që do të çaloj në zbatim. Atëre, a ka mundësi me amendamente të vendosen, të propozohen te ky projekt ligj mekanizma ndëshkues dhe mekanizma detyrues që institucionet të zbatojnë përfaqësimin e drejtë? Padyshim se po, por do varet nga vullneti i shumicës brenda. Po, ajo është çështje tjetër, po flas nga aspekti teknik, domethënë. Po, realisht ka hapësirë dhe ka mundësi. Thjesht vetëm metodologjinë ta marrin dhe ta inkorporojnë në këtë propozim ligj. A mund ta bëjnë këtë edhe deputet të shumicës edhe të opozitës? A mendon që në qoftë se këto propozime do të vinë nga deputetë të opozitës, do t'i hidhen poshtë në mënyrë të verbëruar? Fatkeqësisht ky është niveli i kulturës politike. Cili duhet të jetë presioni publik i profesorëve, i akademikëve, i qytetarëve që pikërisht ta marrim si realitet këtë ligjin? Dhe ta marrim dhe ta pranojmë që një ligj është më i fuqishëm se një mekanizëm, siç ishte balancuesi. Dhe këtë argument nuk mund ta hedhin ata që ishin. Me të drejtë do themi shumë mirë, kjo klasë qeveritare po ndërton një ligj që është më i lartë se balancuesi. Pajtohemi me këtë apo jo? Po vetëm le të hapet debat dhe le të na mësojnë të japim këtë me që këto po e ngrej nivelin, atëherë ta ngrej nivelin siç duhet. Çfarë duhet të bëjmë ne sipas teje që ky projekt ligj mos të mbese vetëm si një udhëzues, po në fakt të ketë dhe mekanizma ndëshkuese dhe përgjegjësie që përfaqësimi i drejtë të realizohet. Po spaku le të na krijojnë debate profesionale të rreza të rrumbullak dhe ne të shprehim mendimet tona siç i shprehim tani në këtë emisionin tuaj dhe të le të merrem parasysh, le të inkorporojmë me ne në seancat e radhës të komisionit parlamentar dhe ky ligj të fuqizohet dhe të merr formën e dur dhe që nesër të zbatohet në praktikë. Por kjo prapë them varet nga vullneti politik. Tani me që përmende vullnetin politik, në fund dua ja të futs në ujëra politik, sepse e kisha shumë të rëndësishme si qytetar, si gazetar, që në fakt kemi një lloj shpjegimi se ku kemi këtë situatë. Nga vjen kjo situatë, dhe në fakt e sqaruam nga aspekti juridik. Krejt në fund, a mendon që shoqëria jonë mund të prodhoj një ndikim politik që klasa politike ta tejkaloj veten dhe të gjejë një zgjidhje për këtë? Se në fakt dëmi pastaj është i të gjithshme, nuk është vetëm i njërit. Ne mund t'ja vëmë gishtin siç mund t'ja vëmë deri më sot këtij ose atij, po dëmi është i njërit. Dëmi është i të gjithshme, Një shtet antar i NATO-s dhe një shtet me statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian duhet të jetë më i hapur dhe më transparent në çështjet e cilat janë sikur ky propozim ligj. Duhet të hapen mundësit, portet e institucioneve politike, respektivisht kuvendit dhe të qeverisë, të lejohet të ketë debat dhe që produktet finale të jenë më demokratike dhe më të realizueshme. Humbëm kohë, i nderuar Nazim, nga viti 2005 deri më sot ne ende qëndrojmë me statusin e vendit kandidat për antarësinë të plotë të Bashkimit Evropian. Dhe ardhmja e Maqedonisë e sigurt, zhvilluese, prosperuese është vetëm në kuadër të Bashkimit Evropian dhe më vjen keq që po humbim kohë duke polemizuar, duke debatuar, duke u marrë me vetveten, jo shqiptarët, jo maqedonasit, jo turqit dhe jo romët dhe anasjellës dhe ne qëndrojmë në vend numero dhe as pak nuk e gjejmë atë dritën e bardhë në fund të tunelit. Pra mund ta përmbyllim me një përmbledhje profesori nderuar Argëtim Saliu, që balancuesi ishte një mekanizëm, nuk ishte ligj, shumë mirë që do kemi një ligj,
por ky ligj nuk mund të jetë më keq se si ishte balancuesi, edhe pse balancuesi kishte mangësitë dhe u keq përdor politikisht. Kjo është ideja. E vërtet. Po, faleminderit. Argëtim Saliu, faleminderit shumë edhe një herë, sepse personalisht siç thash, opinioni mendoja unë që kishte nevojë për një sqarim të tillë të ligjeve, se jo të gjithë lexojnë ligje, i referohemi atyre, por e rëndësishme është që ata të jenë në favor të qytetarëve. Gjithmonë në dobi dhe në të mirën e qytetarëve dhe të sistemit juridiko-politik të vendit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim këtë podcast, ishte më shpjegues, pa tone politike, me shpresë për të ndikuar dhe për ta marrë si realitet, jo të bijem pre e interpretimeve politike, por ta marrim realitet se në një ligj të tillë për përfaqësim të drejtë do të futet në parlament. Ideja është si ai të jetë më i mirë për gjithë qytetarët. Podcasti i radhës do të vi pas disa ditësh, deri atëherë mirupafshim.